Hajde qofte ke daja, po këtë radhë jo te daja, te Brendoni. Sot me ndihmën e kërnackave të Korçës nga Tona do përgatisim bukë me qofte. Dhe përpara se të më pyesni po bukën ku e ke bler, doja t'ju thoja që dhe bukën e kam bërë vetë. Do ju tregoj edhe recetën e bukës në këtë video. Bukë me qofte me djath kaçkavall nuk ka ku të shkojë më mirë. I përgatita këto për familjen time dhe të gjithë mbetën të kënaqur. Me vrap shkojmë në supermarket, marrim karrocën dhe blejmë kërnace nga Tona. Ju tashmë e dini që unë të gjitha produktet e Sallameris dhe jo vetëm i marr vetëm nga Tona. Për të mësuar se si e kam bërë brumin e bukës, pra pitet për bukë me qofte, shkoni te komentet se e kam shkruar recetën atje. E ndajmë brumin në 4 kulaç të barabartë dhe i shtrojmë në tepsi të lyrë me vaj. Do ta lëmë sërish brumin që të vijë dhe ne ndërkohë përgatisim qoftet. Paninë e tona do t'i vendosim në furrë në 220 gradë për 20-25 minuta. Dhe ja pra miq, kjo ishte receta e bukës me qofte me kërnace nga Tona. Faleminderit shumë Tona, simbol i cilësisë.